Temperaturat e larta janë rrezik edhe për vatrat të zjarreve të cilat nuk ishin të pakta gjatë muajit qershor në komunën e Gjakovës. Ka qenë Lima, shefi i operatives në brigadën e zjarrfiksëve në Gjakovë, tha se më shumë se 60 vatra të zjarreve, ara e barishte u përfshin nga flakët gjatë muajit të shkuar. Tani, sidomos vitet e fundit kanë filluar erat më të mëdha në kohën e verës. Zjarri po hapet shumë shpejt. Pra atë duhet të pas shumë kujdes. Këtë muaj kemi pas 60 raste. Veç kanë filluar nga çmimet e para të zjarreve fushore. Shefi i operatives Lima tha se këtë sezon verore kanë pasur më shumë raste të djegjes të mbjellarave me grur. Një specifike veçan motis në Karavi, sidomos agronaje që tash kanë qenë shumë dëmshme edhe për mjete materiale për punëtorë që kanë punuar në orë. Kështu që kisha bërë apel pas kujdes shumë. Ai gjithashtu tha që të mos ketë djegje të qëllimshme, sepse vatrat e zjarrit në pak minuta përhapen dhe shkaktojnë dëme të mëdha. Sidomos në përvojë të fshatrave, ketë kujdes të organizohen me kryetarët e fshatrave, me banorët e fshatrave, që të mos ndjen zjarre, se një shëndi mjafton edhe më hap zjarri. Qytetarët që shohin vatrat e zjarreve duhet të njoftojnë menjëherë zjarrfiksit për të parandaluar sa më shumë dëmin e shkaktuar, tha mesthjersh Lima.